Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar një rast që nxori në pa edhe një herë dështimet e mjekësisë që ndodhin në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni pa marrë parasysh. Do me thënë mendoj që institucionet më të korruptuara janë institucionet mjekësore. Do thoni pse? Sepse mjekët veprojnë vetëm në kuadër të lekëve të dhëna, në kuadër të korrupsionit, në kuadër të njohjes apo të ashtu quajturit miku. Por Shqipëria është edhe më keq, se pa marrë parasysh që mund të kesh edhe i çik influencë, domethënë ashtu siç ka Diana, rasti i vajzës që është bërë shumë publik në rrjetet sociale, që nuk mund të jepet, domethënë që nuk jepet në fakt asnjë lloj ndihme, na ka tronditur të gjithëve. Unë një herë do të lexoj se çfarë po ndodh me të, që SUT ka qenë edhe muaj më parë në shënjestër tek onkologjia, do me thënë që u keqpërdorën të gjitha terapitë të personave me kancer, që ju dhan edhe terapitë të tepruara që mjekët dëshironin të bëjnë lek nga këto gjëra, do me thënë luanin me shëndetin e qytetarit, me shëndetin e njeriu që është shumë gjë e rëndësishme në jetë, por të shohim se çfarë ka ndodhur me Dianën. Rasti influenceres shqiptare Diana Kalo, vetëm 25 vjeçe, ka nxjerrë edhe një herë në pa mosdhënien e shërbimit jetik nga QSUT dhe dështimin e shëndetësisë publike. Në këtë që e thash që parë, por ky nuk është problem që duhet shqetësuar vetëm Shqipërinë. Ky është problem i gjithanshëm në Ballkan. Tani, e reja ka pasur një hemoragji cerebrale si pasojë e një malformacioni arteriovenos, do me thënë i njohur si MAV, dhe ndodhet në gjendje shumë të rëndë shëndetësore dhe në gjendje shumë serioze, që do me thënë rrezikon për jetën e saj. Tani, çfarë po ndodh? Është e paralizuar në anën e saj të djathtë, flasim për një vajzë 25 vjeç. Pavarësisht urgjencës, familjarët denoncojnë në rrjetet sociale se për javë të tëra janë përballur me zvaritje, që do me thënë ky fenomeni që ne e njohim. Hajde nesër, shko pas nesër, mjekët nuk i marrin në dorë pacientët në asnjë lloj mënyre. Dhe mungesë përgjegjësie dhe justifikime absurde nga spitali, duke e lënë Dianën të luftoj për jetën pa ndërhyrjen e nevojshme në kohë. Do me thënë mos ndërhyrja e nevojshme në kohë, sepse mjeku ka ikur i çik për qef, jo e kanë kapur festat e fundvitit, jo ka ikur i çik në pushimet e dimrit se do të dëshiron t'i çojë fëmijët, kur është pjesa tek puna, që realisht mjekësia sa është punë profesionale që ti i punësuar në atë pozicionin ku punon, është edhe humane, do me thënë është shpirtërore, është njerëzore. Profesioni humbet kuptimin dhe merr kuptimin humanizmi, që edhe në 5 në mëngjes, edhe në 7 në mëngjes, edhe në 2 në mëngjes, mjekët dhe të gjithë stafi që janë pjesë e kësaj pune duhet të jenë të gatshëm aty, se është humane, do të thonë është njerëzore, se tjetra humbet jetën. Dhe çfarë ndodh tani? Dëgjoni. 25 vjeçaria ndodhet e shtruar që prej 29 dhjetorin në pavionin e neurokirurgjisë në QSUT dhe është diagnostikuar me problemin, do me thënë siç e tham. Ajo ka pësuar një goditje në tru dhe aktualisht është e paralizuar në njërin krah dhe në njërin këmbë. Do me thënë është e paralizuar, ka marrë goditje në tru. Pavarësisht gjendjes së rëndë, mjekët nuk kanë ndërhyrë ende. Që nga data 29, sot jemi data 20 janar, që do me thënë edhe 9 ditë, vajza në fjalë bën 1 muaj, mjekët nuk e marrin as pak në dorë. Dhe kjo është turp se çfarë ne jemi duke treguar për mjekësinë shqiptare. Tani çfarë ndodh? Pasi për të vendosur për kirurgjin, përfshirë edhe trombecotminë, duhet më parë të kryet ekzaminimi DSA, do me thënë, dhe më pas të ndodhin këto gjëra. Do me thënë ekzaminimi duhet të pret për shembull 2 muaj sepse mjeku është i zënë.
Edhe pse në QSUT ndodhen 2 pajisje për këtë ekzaminimin, domethënë nuk është se nuk i kanë pajisjet, i kanë të gjitha pajisjet e mundshme. Pas 3 javësh për të renë nuk ka patur asnjë lloj zgjedhje. Më thënë thash, edhe një javë bën një muaj dhe zgjedhja nuk është askundi. Njëra pajisje pretendohet se nuk funksionon. Si zakonisht që jemi mësuar të dëgjojmë është djegur. Ndërsa, për tjetrën kërkohet miratimi një mjeku që nuk e merr përsipër. Imagjinoni çfarë ndodh. Kjo është krim në grup. Mjeku që duhet të jap miratimin për ekzaminimin punon gjithashtu në një spital privat, i cili është e vetmja strukturë jo publike në vend që ofron këtë shërbim, me kosto që nisin nga 25.000 euro. Do të thënë 25.000 euro duhet paguash për të bërë këtë ekzaminimin. Në këto rrethana, sorollatja e 25 vjeçares në QSUT merr kuptim të plot, duke krijuar dyshime serioze për situatën që është. Tani, këtu dishohet se ka konflikt interesi mes shëndetësisë publike dhe asaj private, sepse mjeku në fjalë punon vetë në një institucion privat dhe dëshiron që vajza 25 vjeçare, edhe pse po lufton për jetën, është duke ndruar jetë, që rëndësi ka ajo, rëndësi ka që të merë 25.000 eurot edhe të bëhet ekzaminimi në një spital privat. Familjarët e Dajanës janë detyruar të hapin GoFundMe, pasi shteti si gjithmonë dështon të shpëtojë jetën e qytetarëve të saj, duke nxjerrë në pa dështimin e shëndetësisë në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama, Ministrja e Shëndetësisë Evis Shala, drejtoresha e QSUNT Angela, mbajnë përgjegjësi të drejtpërdrejtë për një sistem që lë pacientët shqiptar në rastin konkret edhe Dajanën të presin mes jetës edhe vdekjes. Tani ne si gazetare kemi të detyrueshëm që të ngrem zërin në raste të këtilla, pasi që ky lajm është bërë shumë publik dhe uroj me zemër që Edi Rama, kryeministri shqiptar, ta merr përsipër këtë rast edhe ta nxjerrë në fakt në pa rastin e Dajanës dhe t'i ndihmon, sepse çfarë është për një shtet 25.000 euro, por në qoftë se ka intervencën e kryeministrit edhe 25.000 euro, do të thënë nuk vlen dhe kjo vajzë të shërohet, të dashur mjek. Para lekut tuaj, para pasurimit tuaj, para xhepit tuaj ka shumë rëndësi jeta e një njeriu. Ka shumë rëndësi jeta e një vajzës të re e cila lufton çdo ditë për të shpëtuar veten e saj. Do të thënë vajza 25 vjeçare në vitin 2026 me të gjithë teknologjinë e mundshme lufton mes jetës edhe vdekjes. Dhe fatkeqësisht askush nuk e merr në dorë këtë vajzë. Dhe fatkeqësisht të gjithë e nxjerrin përpara leku. Unë nuk e di deri kur do të shkojë kjo gjë, por uroj që të gjithë të ngrenë zërin si unë, uroj që të gjithë të flasin si unë, që ta kuptojnë domethënë që Dajana është më e rëndësishme se sa pasurimi juaj, Dajana është më e rëndësishme se sa bredhja juaj qosh më qosh me ato lek të korruptuara që ju merrni dhe uroj me zemër që një ditë të juve këto lek t'i përjetoni në këtë gjendje.